jeta e një punëtori për qeverinë, parlament dhe gjithë institucionet tona është e barabartë ndoshta sa, po themi kështu, jeta e një pule. 3 raste të veçanta. Kemi raste kur për shembull kompania Albi një punëtor i sigurimit i pat vrarë në vendin e tij të punës, ju ka vrarë domethënë, po themi aksidentalisht, dhe kjo kompani i ka ble banesë kësaj familje. Kjo kompani i jap pagë kësaj familje, sepse ne kemi qenë edhe ndërmjetësues, deri në moshën 18 vjeçare kur fëmia i tij që të bëhet i gatshëm për punë dhe ka marrë për obligim që ta marrë fëmijën e tij në vend të punës. Domethënë ka qenë marrëveshje kështu dhe ajo marrëveshje është tërësisht u respektuar. Në rast të tillë ka ndodhur në Maksi. Ka vdek punëtori normal, edhe është me pagën përcjellse. Mos harroj që Albi Malli jep pagë përcjellse ende kësaj familje dhe domthonë edhe përtej saj. Kemi raste të tilla, kur institucionet tona faktikisht, domethënë kemi pas ndarje të familje për shkak të këtyre rasteve, sepse familjari ka vdek dhe gruaja e tij me fëmijë dhe vllazërit e të vdekurit kanë qenë bashkë. Tani çka bën? Kompania e mashtron gruan e të vdekurit dhe i thot unë du të jap ka 300 euro pagë, hiq dorë prej ndjekjes penale. Përderisa vllazërit e të ndjerit i preferojnë edhe kunatës që të lutem le të thot ligji të vetën. Mos u mashtron me 300 euro sepse kemi raste kur kanë filluar dhe e kalon në gjysmë. Po domethënë ato që domethënë edhe këto raste kemi kur pronarët e kompanisë kanë ndikuar që edhe ta shpartallojnë edhe familjen për këto raste. Dhe ka pas ndarje të familjes pikërisht për këtë. Dhe kemi raste ku në fakt vdes punëtori, kemi pasur raste kur edhe në ceremonitë e varrimit nuk kemi pasur mjete me vot ceremoni varrimit, u dash me kërku mjete për ta kryer këtë ceremoni. Hala më e keqe është ajo që këto procedura për të ditur definitivisht se kush është fajtor zgjat me 70 vjet, i gjalli mund të ndikojë te gjykatësi, përderisa i vdekurja nuk mund të ndikojë, dhe unë e tham që drejtësia e vënuar është e barabartë me një padrejtësi. Në moment kur ty një lond të zgjat 70 vjet, shumicën e rasteve londët i hupim dhe fajtor mbeten punëtorët, me çka unë duke ditur këtë procesit, kemi kërkuar nga qeveria më hershme edhe nga këto qeveri që tjetë një fond i veçantë simbolik që do ta menaxhon vetë qeveria e Kosovës, që në momente të tilla kur një punëtor, sepse për të hyrë në katin e 10-11, pa e pas ne themi një siklet madh ai nuk e bën me hip sepse ai din që rrezikon jetën në çdo moment, që du të them sepse janë kryesisht njerëz të varfër, njerëz që nuk kanë, po themi, gjendje të mirë sociale, ta kemi një fond veçantë dhe përderisa të mos përfundoj procedura gjyqësore, ta kemi një mbështetje simbolike për atë familje sepse ta lëm anën e tij që vdes, faktikisht i gati, po ju marrën vdekjen edhe gjithë anëtarët e familjes tjerë, sepse gruaja duhet ta ketë një mbështetje financiare, fëmia duhet ta ketë sepse duhet të shkollë, dhe paramendojni që buxhetet tona japin për dëshirat të dikujt për gjithçka dhe nuk e financon atë fond që mendoj që ndoshta mbrana viti mund t'i kushton të deri në 100-150.000 euro. Domethënë, jeta e një punëtori për qeverinë, parlamentin dhe gjithë institucionet tona është e barabartë ndoshta sa, po themi kështu, jeta e një pule.